Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Maqedonia prej 7 ditësh është në zi. As dhimbja, as pikëllimi dhe as zemërimi nuk është shuar, një lloj si 7 ditë më parë kur ndodhi tragjedia në Koçan e ku jetën e humbën 10 të rinj. Pyetjet e rënda bëhen dhe sot dhe janë të njëjta si një javë më parë. Kush do të mbajë përgjegjësinë për tragjedinë e rëndë? A duhej ky leksion edhe një herë me këtë çmim të paimagjinueshëm me jetë njerëzish? Përgjigjet shkojnë tek sistemi i rënuar me vite. Disa faktorë kanë shkaktuar tragjedinë, jo vetëm këtë, por edhe gjithë ato të tjerat që ne i kujtojmë së bashku. E para është mungesa e përgjegjësisë. Me vite kemi parë se si zyrtar të vegjël e deri tek më të lartët kanë anashkaluar dhe shkelur ligjet duke nxitur kulturën e pandëshkueshmërisë, pa fije përgjegjësie për detyrat që kanë dhe asnjëherë nuk u ngritën në nivelin e posteve që mbanin. E dyta është politizimet. Me vite shohim se si partit, madje edhe sot, se si vendosin në detyra duke dhe i mbrojtur njerëzit pa edukimin e duhur dhe pa përvojën e duhur. Mjafton të jenë të partisë, madje pa turp, na kanë thënë se janë më të zotët, edhe pse është vërtetuar se nuk kanë pasur as diplomat e as certifikatat siç i ka kërkuar ligji. E treta, njohjet, të gjithë, dhe të gjithë pa përjashtim duke na përfshirë edhe ne, për shkak të mungesës së funksionimit të sistemit, kemi përdorur njohjet. Që nga sportelet për të paguar faturat, e deri tek punësimet, apo siç po del edhe tek kontrollet dhe verifikimet për gjithçka. Logjika që është lejuar nga të gjithë e sidomos nga politika, se ka mikun për çdo gjë, ka bërë që as inspektori, as polici dhe as zyrtari mos t'i bëjë detyrat siç duhet. Pasojat janë fatale. E katërta është pangopsia, kjo rendje e çmendur për përfitime brenda natës, për pasurim të shpejt ka thyer çdo parim profesional e njerëzor. Ky element ka krijuar idenë se nëse ke para, mund të bësh e mund të bëhesh të duash. Ka bërë që fjala e të mençurit dhe të drejtit jo vetëm që mos ketë peshë, por edhe të përqeshet. Dhe e pesta dhe më famkeqja nga të gjitha, korrupsioni. Kjo plag e hapur dhe kanceri i shoqërisë së tranzicionit dhe post-tranzicionit që po han të gjallë vendin. Rrushfete në sportele, rrushfete në shkolla, rrushfete në punë, rrushfete në spital, rrushfete në polici, rrushfete në gjykata, rrushfete në shtet, rrushfete gjithandej. Këto faktor, kur përzihen, krijojnë sistemin vrastar që ka marrë e që, siç po shohim, po mori edhe 10 jetë njerëzish në lule të rinisë. Tani bëhen thirrje për masa e veprime. Askush nuk e di nëse ky alarm fatkeq do të zgjojë shoqërinë. Por siç e tha edhe një nga shumë protestuesit sot, Koçani ka vdekur, tani duhet bërë çmos, mos vdesin qytetet e tjera ose i gjithë vendi. Jeni me programin 200 në televizionin Alsat. Dhe sot në program pa diskutim që do t'i kushtojmë vëmendje ngjarjes që po trondit Maqedoninë e Veriut gati se një javë. Do të krijojmë lidhje të drejtë për drejta nëpërmjet teknologjisë. Do të shkojmë në fillim në Koçan, atje do të jetë Toni Ajtovski, ai është gazetar nga ky qytet, i cili është në vendin e ngjarjes sigurisht, po ka qenë në vendin e ngjarjes që ditët e para të kësaj tragjedie dhe është i përfshirë sepse ka humbur pjesë familjes. Gjithashtu, do të lidhemi më vonë me Vala Adilin, psikologe, psikoterapiste. Trauma është e madhe për familjarët, por edhe për gjithë shoqërinë. Si mund ta tejkalojmë këtë traumë? Dhe në fund të programit do të lidhemi me Blendi Hodajin, ai është student dhe aktivist. Ka disa thirrje për protesta, por çfarë kërkohet dhe çfarë mund të arrihet me këto protesta. Por fillimisht siç thash me Toni Ajkovskin. Se nadevам дека Тони е на линија. Добро вечер и благодарам што сте дел од оваа емисија. Назим, здраво. Јас само ќе кажам дека во Кочани од неделата, минатата недела, овде веќе не го употребуваме терминот добро вечер или добар ден, имајќи предвид со каква трагедија се соочи нашиот град, регионот, би рекол и целата држава.
Ja најавив Тони Ајтовски дека веќе од првиот ден го следите овој настан, тежок настан, но исто така дека и дел од вашата фамилија, ако можам така да се изразам, се од тие што го загубија животот. Но веќе кажавте колку е тешко да се биде во Кочани, но дали може да опишете што еве денеска се случуваше после 7 дена на овој трагичниот настан? Па, атмосферата практично не е променета и после 7 дена. Атмосферата уште е тажна, болна. Едноставно, дождот кој што денеска паѓаше и луѓето кои што беа собрани на маршот со молк, како што го нарекоа дека дождовните капки ги заменија солзите кои што се потрошија на луѓето кои изгубија своји блиски или пак чекаат да се вратат оние кои што се повредени, а се ширум државата и европските држави. Атмосферата е лоша. Тони, би сакал да те прашам тука, нели, сите бараат одговори, но во Кочани, што точно бараат луѓето сега? Фамилиите секако се растажени, немаат зборови, како што и вие рековте, но сепак некои одговори се бараат. Знаете што? Главно прашање што денеска беше поставено конкретно јавно е да се бара одговорност за трагедијата и тоа да биде институционално. Рекоа оние кои што беа на маршот дека не се собираат за да ја турнат власта. Не бараат револуција за бутање на владата, туку бараат револуција за менување на свеста на сите нас, на колективната свест, да се промени начинот на кој што функционира системот, затоа што се покажува дека во овие 3 и повеќе децении овој систем не уништува сите, без разлика на етничка, верска или било каква припадност. Кога зборуваме за овој момент, секако дека сите граѓани во сите овие денови токму го употребуваат овој збор, системот. Но дали, иако е ова можеби рано да се постави ова прашање, но дали луѓето во Кочани веруваат дека ќе има таква промена на свест на институциите, па дури и на самото општество? Па знаете што? Не ни останува ништо друго, освен да се надеваме, нели? Надежта последна умира. Меѓутоа, поучени од сите досегашни трагедии, да не ги набројувам, знаат вашите гледачи. Мислам дека и покрај се надеваме дека сепак на крајот сето ова ќе се обелодени, ќе се знае, барем ако не, кој е виновникот, зошто дошло и како дошло до оваа трагедија. Животите не можат да се вратат. Лузните на оние кои што се повредени исто така тешко ќе се залечуваат. Ама барем да ги знаеме основните одговори на прашањата кои што ги мачат граѓаните. Зошто мораше толков голем број млади луѓе да ги загубат своите животи? Тони Ајтовски, вие сте новинари, ги следите овие настани уште првиот ден. 7 дена, нели, се заокружуваат деновите на жалост, но сепак мислам дека сите луѓе ќе останат тажни уште некое време. Но бевте таму уште првите моменти. Дали може да опишете уште една што точно видовте и колку во суштина со тоа што известувавте, токму, нели, го потенцирате тоа колку не функционирал системот? Па, јас да ви кажам, стигнав многу рано на Сабајле, ми се јавија колегите и ми кажаа дека има повредени и мртви. Не ми кажаа точна бројка, ми кажа има над 40. Кога стигнав таму видов дека таа бројка всушност е нереална, дека веројатно ќе биде поголема. Насекаде имаше расфрлано облека, дел од инвентарот од дискотеката, возила паркирани и расфрлани без некаков ред.
имаше полициски службеници, имаше противпожарно возило. Сите на некој начин беа во шок и никој не знаеше да одговори дали и колку од овие луѓе кои што се однесени во болниците ќе останат живи. Ми потврдија само дека има многу мртви, десетици. И да ви кажам, се најдов во шок затоа што се загрижив и за моите блиски, и за моите пријатели и роднини. За жал, во таа несреќа изгубив близок човек. Токму тука. Тоа беше дополнителен шок. Може би, но да се опише колку во суштина градот е мал и колку во суштина сите луѓе се допрени од оваа трагедија. И вие имавте близок човек кога го изгубивте, нели? Така. Кочани е мал град, да, навистина. Би рекол дури источниот регион е мал. Знаете, во источниот регион, плански регион, живеат околу 120.000 луѓе. Најголемиот дел се во Штип и Кочани. Практично од овие два града има најмногу повредени и починати. Поврзани сме некако и контактираме постојано. Така што да се изгуби живот во Кочани, ќе го боли и некој исто толку во Штип и обратно. Мојот роднина, мојот близок е штипјанец, меѓутоа работеше овде, беше официјален фотограф на концертот на ДНК, помагајќи да се спасат што повеќе луѓе. За жал, тој го загуби својот живот. Беше болно. Тони Ајтовски, во овие вечерни часови, кога зборуваме за овој тежок настан, која би можела да биде пораката ваша како новинар, како граѓанин, исто така, нели, како активист, бидејќи веќе долги години работите на повеќе полиња. Која би била пораката за сите други, не само за Кочани, бидејќи денеска тоа што ме потресе и беше една изјава дадена од учесник во протестите кој кажа дека Кочани е мртов, но се надеваме дека нема да изумрат другите градови, па дури и целата држава. Точно така. Тоа сакав и јас да го повторам, затоа што таков е заклучокот на најголемиот број граѓани. Пожарот во Кочани всушност ја прелеа чашата. И ние во Кочани многу скапо ја плативме оваа цена. Би сакал сите други граѓани, не само во Македонија, на Балканот, пошироко, во сите соседни држави, да извлечат поука и веќе ваква цена да не се плаќа. Верувајте, ништо не е вредно освен човечките животи. Верувам дека тоа ви е познато и мислам дека ќе мораме многу брзо да ја смениме свеста, начинот на действување, тргнувајќи од себе лично, како поединци, за да можеме целиот систем да го промениме. Во спротивно, луѓево ќе ни се иселуваат, ќе бидат повредени или, не дај Боже, ќе бидат мртви. Тони Ајтовски, ти благодарам за ова јавување и знам дека е тешко за вас, бидејќи веќе работите неколку дена без престан, но како што и кажавте, сте на некој начин опфатени директно од ова трагедија, но се надевам дека овие емисии, овие зборови исто така ќе придонесат да се направи тоа што вие кажавте, системот да функционира конечно. И аз ви благодарам на убавите зборови. Се надевам дека граѓаните во наредниот период ќе имаат и гледачите нормално се помалку вакви лоши и траурни вести и ќе зборуваме за нешто повесело, нешто поубаво. Ви благодарам уште еднаш. Pra të dashur teleshikues, ishte Toni Aјtovski, gazetar nga Koçani. Më duhet të theksoj që programi është drejt për së drejti dhe për këtë arsye nuk ka përkthim të drejt për drejt, por një përmbledhje e shkurtër, sidomos e
reagimit të qytetarëve nga protestat, nga reagimet e sotme është se nuk është se ata besojnë se diçka do ndryshoj nëse ndryshojnë edhe pushtetet, por ajo që të gjithë qytetarët shpresojnë është të funksionojë sistemi që nënkupton funksionimi i ligjeve. Do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do të vijojmë emisionin me lidhjet e tjera. Na ndiqni. Jeni me programin 200 i cili vjen drejt për së drejti nga studiot e televizionit Alsat. Programi edhe këtij javi kushtohet tragjedisë të madhe në Koçan. Është dita e 7 e Zis, por dhimbja pa diskutim do të vijojë, sidomos për qytetarët e Koçanit. Tashmë në lidhje kam psikologen, psikoterapisten Vala Adili. Me të dua të flas për traumën e madhe që përjetojnë familjarët, që përjetojnë punonjësit që janë përfshirë direkt kur shohin situata të vështira, por sidomos dhe e gjithë shoqëria. Vala, faleminderit për këtë lidhje. Mirëmbrëma. Faleminderit nga si ma dhe mundësinë edhe unë të jap kontributin tim në këtë moment qoftë dhe përmes këtij emisioni. Që në fillim dua të them që ti je pjesë e një numër të madh psikologësh që menjëherë u ofruan dhe thanë se janë të gatshëm të shkojnë dhe të flasin me qytetarët në Koçani. Por para se të flasim për këtë, dua njëherë edhe si qytetare, edhe si pjesëtare aktive e shoqërisë, si të bën të ndihesh kur përsëri u mor një leksion i cili nuk duhej të merrej. Pak para fillimit të programit të dytë thamë se duket edhe ky emision si një përsëritje, sepse po për këto tema kemi folur kur ndodhin tragjeditë e kaluara për të cilat të gjithë i kujtojmë dhe i kemi në mbamendjen tonë. Pikërisht, nëse edhe unë në momentin që e hapa kamerën dhe u pash dhe e kujtova dhe atë zymtësinë që mi takuar herën e fundit në rastin një tragjedie tjetër, më bën të ndjem shumë keq, me të vërtet shumë keq, edhe këto 7 ditët e Zisi i kam përjetuar dhe i kam ndjekur, dhe nuk kam dashur në asnjë moment ta lejoj domethënë të iki prej meja ndjesia që më ka shkaktuar të qenoj i pafuqishëm. Edhe gjithë emisionin sonte edhe gjithë situatën po më rrotullohet një mendim i një kolegut dhe profesorit tim të gjuhës që më thonë vazhdimisht, Valdete, bota është një dhomë. Çfarë ndodh në njërin cep, reflektohet në cepin tjetër. Gjithë jemi në këtë furtunë, dikush më afër, siç janë familjarët, por nuk është që nuk na mbërrin edhe te ne gjitha kjo pasiguri që përjetojmë, vendi ku jetojmë, situatat që s'kemi kontroll mbi gjëra, domethënë një moment aq siç është një koncert i bukur shndrohet në një tmerr, në një demiri aq të madhe dhe të lejë një gjurmë të madhe të gjithë vendi, aq sa mendoj unë, vërtet flasim për traumë kolektive, po e vërteta është që neve nuk kemi përvojë se si ta procesojmë të gjithë këtë. Aq më shumë kur bëhet fjalë për një moshë shumë të re, për fëmijë në rritjen e tyre, në rrëzimin e tyre, duket sikur thjesht në një kurth janë zënë në mes të gëzimit të kënaqësisë së tyre. Me të vërtetë më bën të ndjem shumë keq edhe po, domethënë unë jam si pjesë e disa, domethënë një instituti të psikoterapisë, dhomës së psikologëve, një shoqate që merret me dhunën familjare, kështu që në të gjitha ato grupe ku jam pjesë jam paraqitur edhe pres që një ditë për javës tjetër pas takimit të UNICEF-it, të Biros për Arsim edhe të dhomës së psikologëve të shohim se si do shkojnë ndihma atje të organizuar, domethënë të jepet nëpër shkolla ku kanë qenë nxënës viktimat në familje, edhe mendoj që do më bie një gur nga zemra kur të jem në vendin ku vuajtja është më e madhe. Vala Adili, pyetja që nga aspekti human, nga aspekti njerëzor, të gjithë e bëjnë është se si mundet një familjar të përballet me një dhimbje kaq të madhe. Si mund të ndihmohet një familje, një prindi në situata kaq të rënda? Dhe kjo pyetje është bërë disa herë, siç e tham, na kujtojnë të gjitha ato dhimbje të mëparshme, të tragjedive që ndoshta edhe bëjmë keq kur i përmendim sepse ju rikujtojmë njerëzve humbjet e mëdha, por ja të fokusohemi tani tek familjarët e tragjedisë të fundit. Nuk jam shumë e sigurt nëse bëjmë keq që i përmendim dhe tragjeditë e tjera, sepse familjarët kanë nevojë të njihet dhimbja, edhe i vdekuri, sidomos
nga këto raste që domethënë pa përgjegjësinë e tij, një familje pa pjesëmarrjen e tij në këtë që ka ndodhur, bën mirë të përmendet edhe bën mirë që i përmendim. Familjarët në asht besoj që janë në shok edhe gjithë çfarë ju duhet, domethënë mund të jetë edhe ndihmë profesionale, por edhe një kontakt njerëzor, besoj, një ngushëllim, diçka që do i bëj për një çast më të lehtë ata që ato po përjetojnë. Familjarëve ju duhen njerëz, si në çdo zi tipike tjetër, njeriu për njeriu është ilaçi. Besoj që për këtë ka nevojë për një lloj prezence të dikujt që ta ndajnë atë që ndjejnë. Sado që mbetet e tyre, pra prezenca e njerëzve është ngushëlluese. Unë në fillim të programit thash që traumat janë të mëdha për familjarët, por trauma është e madhe vala edhe për gjithë shoqërinë, apo jo? E kemi diskutuar shpesh këtë, edhe bashkë kur kemi biseduar. Si ndikojnë tragjeditë e tilla në shoqërinë tonë dhe çfarë pasojash lën? Dhe a flitet sa duhet për këtë, sepse shpesh futemi në përditshmëri dhe mendojmë që i kemi harruar gjithë atë përballje me dhimbjen, me tragjedinë, por në fakt gjithçka lën pasoja, apo jo? Sigurisht. E duhura është sa të mundemi të qëndrojmë me këtë që po përjetojmë. E duhura është që mos të ikim, edhe pse psikologët gjithmonë e kërkojnë këtë, edhe njerëzit në përgjithësi nuk e pëlqejnë, por sa më shumë që ndërtojmë një kapacitet për ta përjetuar pjesën më të madhe tani, aq më shumë do forcohemi edhe do mund të nga njëta gjë të çlirohemi më tutje. Në vendet vogla siç është Koçani, Kërçova, gjëra të vogla kur ndodhin besin gjatë në Pezull, këtu, në ajrin që marrim. E lëm një tragjedi për masave të tilla. Megjithëse në këtë rast, për shembull, një vend i vogël, një numër i madh viktimave, na tremb se si do procesohet. Është shumë e madhe për ta absorbuar një vend aq i vogël siç është ai qytet. Unë si vullnetare Kryqit Kuq, domethënë ka qelluar të bëj trajnime atje, njoh një pjesë të rinisë së tyre që kanë qenë vullnetar, me çfarë qasje, me çfarë vullneti, me çfarë dëshire u janë ofruar aktiviteteve, me çfarë dashurie i qasin komunitetit, megjithëse bashkë ndjej për atë vrull, për atë entuziazëm që ka pas vetë rinia atje. Trauma do rigjatë nas dhe do ishte mirë ta procesojmë sa të mundemi tani. Mos shkojmë përtek kufive tanë, po edhe mos ta injorojmë. Jo rastisht ishin ditët e zis, edhe mendoj që u respektuan, të shpresoj që janë respektuar, i ftoj të gjithë njerëzit mos i ikin më herët se sa duhet kësaj që po përjetojnë, sepse pastaj do vinë në forma tjera, në formë ankthi, në formë paniku, në formë pagjumësie. Ka ndodhur dhe do t'i qëndrojmë, ta shohim edhe të presim njëkohësisht se situata të tilla lindin edhe ndjeshmëri të madhe, lindin edhe kthesa të mëdha, një farë mënyre edhe ngjallin njerëzimin, njerëzillëkun brenda nesh. Tani nga aspekti psikologjik dua të pyes pikërisht atë që të gjithë thonë. Edhe unë në çeljet e këtij programi kisha një hyrje jo tipike, pak më të gjatë, ku nëse reflektojmë fajin ja hedhim sistemit, por pjesë e sistemit jemi të gjithë ne, që kemi kontribuar në një farë mënyre ose jo, edhe kur kemi lejuar, kemi mbyllë syrin, nuk kemi denoncuar kur nuk kanë funksionuar rregullat për të cilat tani të gjithë themi që ku ishin kur ndodhin tragjeditë të tilla. Dhe ti the në një moment një diçka shumë specifike që ngjarjet e tilla krijojnë ndoshta një kthes të madhe. Dhe të gjithë shpresojnë se ky moment për Maqedoninë e Veriut mund të jetë ajo kthesa ku njerëzit do të shkunden disi dhe do të thonë duhet të fillohen të respektojnë ligjet, rregullat dhe mos të anashkalohen, mos të shkelen ato. Mendon që mund të ndodhë një gjë e tillë? Pse bëhet kjo pyetje se mosbesimi është shumë i madh te njerëzit se në fakt gjëra do të funksionojnë? Nas, këtu ne dijemi për shpresën sonte, apo edhe unë për shpresën kam hyrë në emision se gjëma është bërë. Shpresa na duhet. Po, sistemi jemi ne, sistemi është individi, edhe
Po, mendoj që njeriu, po ndryshimi nuk do bëj vetë ju, nuk do vi vetë si diçka nga qielli i hapur. Është një impenjim ai. Secili prej nesh do të marrë përgjegjësinë për të qenë pak më i përgjegjshëm se sa çka qenë përpara, në gjithçka që bën, në kushtet që ofron, mënyrën si bën biznes, çfarë shërbimesh ofron, mënyrën se si ngushëllon dikë, mënyrën se si rehaton dikë, përgjegjësinë individuale që ka secili, të cilat bashkërisht i ndërtojnë atë kolektiven. Madhështia, këto janë momentet megjithëse kur nëse njeriu reflekton dhe merr përgjegjësinë mbi atë çfarë ka bërë apo në të tilla tragjedi të mëdha që ka pësuar një komp ose një shtet ose një popull ose një shoqëri, kur ka arritur të reflektojë mbi përgjegjësinë që ka pas për tragjedinë e shkaktuar, atëherë ka lënë vend për rritje. Që do të thonë se në një farë mënyrë duhet edhe vetë ta ndjejmë dëshkimin që mund t'ja bëjmë vetes për atë që kemi marrë pjesë në mënyrë indirekte ose jo kemi ndihmuar e gjitha kjo që të ndodhi, qoftë edhe me një anashkalim të vogël, qoftë edhe me një injorim ose defleksion, siç quhet ajo në atë. Këtu folëm, Vala, dhe krejt në fundu atë të pyes edhe për dy aspekte të tjera, se folëm për familjarët, për shoqërinë në përgjithësi, por ajo që na bëri të gjithëve përshtypje është se sa ndikojnë rastet e tilla tragjike të atyre që nëse mund ta themi kështu janë në vit të parë të kësaj tragjedie. Punonjësit mjekësor, shërbimet e ndryshme sociale, apo kishte edhe viktima në mesin e tyre. Si duhet t'i trajtojmë këto njerëz, që mos t'i harrojmë se edhe ata kanë traumat e tyre, por njëkohësisht krejt në fund edhe vetë ata që presim të shërohen, apo ka një sër njoftimesh për pacientët të cilët disa do të mund të kalojnë në shërim në shtëpi, por ka dhe të tjerë që janë në rrezik për jetën. Pikërisht mas. Mendoj që dhoma e psikologëve njëkohësisht ka para pa edhe ndim të, do thënë, grupe për suport, do thënë, të atyre që janë në vit të parë, atë që janë në mënyrë të sekundar të traumatizuar dhe që kanë qenë pjesëmarrës, do thënë, në shpëtim ose në mjekim ose në trajtimin e atyre, në ngushëllim që kanë qenë me dikë që ka qenë drejt për drejt i kyçur në procesin e dhimbjes apo të shpëtimit të dikujt. Mendoj që dhoma e psikologëve për një edhe Gestalt Instituti ofron, domethënë, grupe për këto njerëz të cilët nuk janë drejt për drejt të kyçur, domethënë, nga ana dikush nga familja e tyre, ose ndonjë antar i afërt të tyre që i përfshi ose që viktim nga tragjedia e qytetit të Koçanit, por që ka qenë pjesë e logjistikës, pjesë e ndihmës, edhe do të thënë parashifet të bëhen grupe ku njerëzit bashkarisht mund të flasin, dhe në familje ta zbrazin, ta shkarkojnë dhimbjen edhe atë që kanë përjetuar. Dhe të mundet e njëjta të rrjedhi edhe të kanalizohet dhe të dalin nga vetë individi i cili ka qenë pjesëmarrës aty. Vdekja e shoferit të ambulancës është një dëshmi shumë e madhe për atë se çfarë ka mund të shohë një njeri i gjallë në atë proces. Vala Adili, të falenderoj shumë për këtë lidhje në këtë orë të vonë, për një ngjarje të rëndë që siç edhe tham bashkë, po le gjurmë të mëdha, jo thjesht vetëm tek familjarët, por tek gjithë shoqëria. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, nas po lën gjumë nga që jemi njerëz. Kur e ndjejmë dhimbjen tonë jemi të gjallë, pas në Tolstoj, kur e ndjejmë dhimbjen e tjetrit bëhemi njerëz. Faleminderit. Faleminderit pra Vala Adili në këtë lidhje, e cila nëse mund të rumbullaksohet se çfarë duhet bërë është që të flitet, të shkarkohet e gjithë dhimbja, mos të mbahet brenda, dhe sigurisht që traumat janë dhe kolektive, por ndoshta në këtë moment të madh të empatisë të madhe që po shfaqet, mund të shërbej edhe si një moment kthese për shoqërinë. Një shkëputje vogël dhe kalojmë tek lidhja tjetër. Na ndiqni. Jeni me programin 200 dhe do të vijojmë me lidhjet e tjera nëpërmjet teknologjisë. Pa diskutim nuk ka lënë njeri që nuk ka prekur tragjedia e fundit në Koçan, dhe ndoshta si asnjëherë tjetër, pothuajse nuk është theksuar në asnjë moment dhimbja e madhe që kanë ndjerë njerëzit pavarësisht përkatësive të ndryshme që ekzistojnë në vendin tonë.
Nga ana tjetër, paralelisht, pothuajse të gjithë me një zë kanë bërë thirrje se në fakt është momenti i fundit për të reaguar për atë sistem i cili po duket se po merr edhe jetë njerëzish. Dhe në ditën e fundit të zis ka pasur reagime dhe protesta, por pritet dhe ka paralajmërime edhe për reagime të tjera, sidomos nga grupe të rinj të cilët ndoshta e shprehin më tepër zemrimin për rrethanat në të cilat funksionohet në Maqedoninë e Veriut. Në lidhje tashmë kam Blendi Hodajin, ai është student, aktivist, sigurisht Blendin shumica e njohin edhe nga Forumi për Ndryshime në Arsim. Blendi, faleminderit për këtë lidhje. Faleminderit Nazim për ftesën që të bashkëngjitem edhe të ndaj disa informata në lidhje me protestën. Dhe para se të kalojmë te ky moment, dua të të bëj një pyetje si një i ri, aktivist, shpesh të kemi parë në role të ndryshme apo kritikuesi për mos funksionimin e një sër rregullash, ligjesh. Kur ndodh një ngjarje e tillë, si të bën ty të ndihesh ose çfarë flisni ju që jeni student të rinj mes njëri tjetrit kur i përjetoni këto ngjarje? Faleminderit Nazim një për pyetjen me të vërtet ajo që ka ndodhur në Koçan edhe njerë ka dëshmuar se si sistemi vazhdimisht po na dështon neve, nuk arrin të na mbrojë, nuk arrin të kryejë detyrën për cilën ekzistojnë edhe institucione por edhe shteti. Ne si të rinj ndihemi që nuk jemi më të sigurt. Ndihemi që nuk jemi më të sigurt të ecim edhe në trotuar edhe në rrugët e qytetit, sepse mund të ndodhë që të jemi viktima e radhës. Nuk ndihemi të sigurt edhe kur shkojmë në spitale, sepse edhe atje mund të jemi viktima e radhës. Në një vend ku duhet të shërohemi, ne jemi të shqetësuar që mundemi të jemi viktimë e radhës. Nuk jemi të sigurt edhe në qoftë se dëshirojmë të shkojmë në ndonjë shëtitje bashkë me shoqe e shok, sepse gjithçka mund të përfundojë edhe të jemi përsëri edhe atje viktimë e radhës. Nuk ndihemi as të sigurt të shkojmë në vende të rekreacionit, si kjo e fundit në diskotekën e Koçanit, sepse edhe atje mund të jemi edhe viktima e radhës. Pra në momentin kur çdo vend në cilën ne mundemi t'i frekuentojmë nuk është e sigurt sepse mund të ketë ndonjë tragjedi të ardhshme për shkak të neglizhencës, për shkak të korrupsionit, normalisht është normale të ketë një revolt kaq të madhe edhe prej trinjve, një farë lloj zemrimi sepse sistemi i ka dështuar, edhe pse sistemi nuk ka arritur të na mbrojë neve si tri, të na sigurojë që të mos realisht të kemi shqetësimin që a do të mbrim gjallë në shtëpi të nesërme. Edhe një pyetje këtu, pikërisht për këtë. Në fillim të programit, Toni Ajtovski, gazetar që është nga Koçani, i përfshirë në ngjarje që ditën e parë, por i përfshirë në tragjedi sepse edhe një afërm i tij kishte humbur jetën. Po ashtu edhe Vala Adili apo psikologja tha se ndoshta momentet e tilla kërkojnë një reflektim të madh shoqëror. Nga Koçani kanë thënë se nuk ka lidhje fare nëse ndryshon pushteti dhe nuk ndryshon logjika e mënyrës së funksionimit. Ndërkohë, tragjeditë e tilla krijojnë ndoshta një moment reflektimi për të ndryshuar të gjithë ne apo sjelljen edhe qasjen, sidomos ndaj ligjit dhe funksionimit të ligjit. Mendon dhe shpreson si një i ri se në fakt mund të ndryshojnë gjërat? Unë dua të jem gjithmonë optimist, edhe në këto ditë shumë të vështira në ditë tragjedie ku humbin jetën 59 bashkëmoshatar të mi. Andaj mendoj që duhet të jemi optimist, por çfarë kemi kuptuar është që nuk ka më nevojë të kemi ndryshim të pushteteve, të kemi parti të reja. Çfarë kemi nevojë është të kemi një reset, një ristartim të krejt sistemit prej zero.
sepse 34 vite shtet, Maqedonia e Veriut komplet në krejt strukturimin e saj si shtet ka dështuar. Sepse në çdo institucion, kultur, funksionimi është bë mitoja dhe korrupsioni, pra gjithë secili, domethënë edhe qytetari më i thjesht për të kryer një punë të thjesht në sportelet e institucioneve apo në spital apo në universitet për ta përshpejtuar procedurën për ta kryer punën, detyrohet që të thirrë dikë ndonjë të afërt, ndonjë të njohur aty që e ka për ta kryer punën. Edhe kemi krijuar një farë lloj kulture që edhe ne jemi okay me korrupsionin. Dhe në momentin kur kemi normalizuar korrupsionin, kjo ndodh që të kemi kësi raste, sepse vetë korrupsioni është nga niveli poshtë edhe deri në nivelin e lartë, deri tek funksionarët. Edhe ajo çfarë është nevojshme është të nisim prej zero, të pyesim, të reflektojmë se çfarë duhet të ndryshojmë kolektivisht ne si shoqëri dhe më pas të vazhdojmë edhe të kërkojmë përgjegjësi edhe nga persona që janë në udhëheqje të institucioneve. Pra ne besojmë se gjithçka duhet të fillojë nga zero dhe zeroja është opsioni vetëm për edhe optimist për me ndryshu diçka në vend. Tani ka disa thirrje për reagime, për protesta edhe në Shkup, sigurisht edhe në Koçani, por ti je pjesë e një proteste që do të duhet të organizohet në Tetov. A mund të na tregosh pse mendoni që duhet protestuar dhe a arrihen qëllimet në protesta? Nazim, një popull që e ka memorien e shkurt, i ndodh që t'i përsëritën ngjarjet dhe t'i përsëritën tragjeditë. Kjo është, mendoj, një fjali që mund ta përshkruajë shumë mirë situatën në Maqedoninë e Veriut. Vetë fakti që e kemi memorien e shkurtër dhe haruam aksidentin, tragjedin që ndodhi me Durrës në vitin 2019, e haruam në 2021 tragjedin me Besa Trans dhe më pas me Spitalin Modular, e haruam, shpresoj që të mos harrojmë edhe tragjedin që ka ndodhur në Koçan, sepse në momentin kur e kemi memorien e shkurtër, këto do të na përsëriten. Andaj është imperativ që secili prej neve të protestoj për një ristartim të sistemit, të protestojmë për të kërkuar drejtësi të vërtet të gjitha rasteve, sepse nuk mundet të kemi për 6 vite 135 viktima nga tragjeditë që janë rezultati i korrupsionit. Gjithçka që këto 4 tragjedi e kanë të përbashkët janë korrupsioni, pandëshkueshmëria dhe neglizhencën e institucioneve. Dhe nuk mundet për këto 6 vite 135 viktima, për 135 viktima të ketë zero përgjegjësi. Andaj ne duhet të kërkojmë përgjegjësi, të kërkojmë drejtësi të vërtet që ata që janë fajtor të përgjigjen para drejtësisë. Kjo është arsyeja pse duhet të protestohet. Në qoftë se zakonisht gjithmonë një ndër arsyet pse protestohet është që t'ju tregohet institucioneve që këtu ka qytetar të shqetësuar që kërkojnë konkretisht ndryshime të saktuara të sistemit dhe normalisht që nuk mundet askush të injoroj vullnetin, të injoroj kërkesat e qytetarëve. Çfarë pritet të ndodhë nesër? Pra, si e parashikoni protestën? Ne nesër do të takohemi, do të mblidhemi tek sheshi Iliria në Tetov. Aty do të mblidhemi dhe do të bëjmë një farë lloj homazhi për viktimat e tragjedisë në Koçan. Më pas do të lëvizim për tek gjykata themelore, aty do të kemi 1 minutë heshje në nder të gjitha viktimave, të 135 viktimave që janë në këto 4 tragjeditë e fundit, dhe të vazhdohet me shpalosjen e kërkesave që i kemi ne si iniciativë zero.
Ne jemi shumë, patjetër ta theksoj këtë, ne jemi shumë falemnderues sepse i kemi kontaktuar familjarët e viktimave edhe të spitalit modular në Tetov, por edhe të Besatrancit, dhe ato do të jenë pjesë e protestës, do t'i bashkangjiten dhe do të kërkojnë përgjegjësi dhe drejtësi të vërtet për më të afërmit që i kanë humbur në këto tragjedi, dhe që do të kërkojnë drejtësi të vërtet që më të afërmit që i kanë humbur të prehen të qetë edhe ato. Sepse në fund të ditës kjo është edhe protest në kujtim të gjitha viktimave, është protest që kërkon drejtësi për ata që e kanë humbur jetën për shkak të neglizhencës, korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë që ka ky shtet ndaj qytetarëve të tij. A keni frikë dhe shpesh keni folur në situata të ndryshme se në fakt ngjarjet e tilla edhe politizohen? A mendoni që qytetarët janë të vetëdijsuar dhe do të dallojnë kur mund të ketë situata që protestat të ngjyrosen ose protestave të veshen petk të ndryshëm? A mendoni se politika do të ri anash dhe do të marrë mesazhin e duhur? Jo, fatkeqësisht ditëve të fundit e shohim një farë lloj tendence të ngjyrosjes partijake të protestave edhe në Tetov edhe në Shkup që do të mbahen nesër. Mu më vjen me të vërtet është të tmerrshme mënyra se si mendojnë militantët partijak. Është e turpshme. Do të thonë ata janë fajtorët pse jemi në këtë gjendje dhe ende e vazhdojnë këtë retorikën duke munduar që të ngjyrosin disa individ, disa aktivistë që mundohen edhe kërkojnë drejtësi të vërtetë dhe kërkojnë që të kemi një shtet në cilin është në shërbim të qytetarëve. Dua të them atë që është me të vërtet, siç e përmenda, është e tmerrshme nga ana e partive politike, por besoj që qytetarët, Maqedonia ka në zim 2 milion, afër 2 milion banor. Dhe sidomos qytetet si Tetova, Shkupi dhe qytetet tjera janë qytete që gjithë secili e njeh njëri tjetrin. Kështu që besojmë ne si iniciativë që gjithë secili njihet me njëri tjetrin dhe gjithë secili beson se për çfarë parimesh ne besojmë. Kështu që këta militantët partijak që mundohen të ngjyrosin protestat janë vetëm një tentativat e fundit të këtij sistemi korruptiv që i ka prodhu. Andaj nuk ka nevojë edhe të shqetësohen qytetarët edhe të binë në propagandat e tyre. Në minutat e fundit, Blendi, dua të pyes se sigurisht fokusin e keni dhe te hetimi, dhe jo vetëm ju, i gjithë opinioni. A mendoni se nëse ka një atmosferë të tillë siç e përshkruat ju, edhe hetimi i rastit që të gjithë presin apo përgjigjet në fakt nuk do të politizohet ose do të pranohet ashtu siç është? Si e shikoni këtë aspekt të ndikimit politik apo të deklarimeve politike që bëhen? Sa i përket hetimit, një gjë duhet të theksohet që qytetarët kërkojnë që prokurorët dhe gjyqtarët ta bëjnë punën e tyre dhe të jenë në shërbim të drejtësisë dhe jo në shërbim të interesave partijake dhe të bizneseve të ndryshme. Gjyqtarët duhet ta bëjnë punën e tyre sepse në qoftë se jo, ne si qytetar hapi i radhës që do të bëjmë pas protestave është bllokatë e tërësishme e gjykatave dhe prokurorisë derisa ata ta bëjnë punën e tyre, derisa ata të jenë racional, të jenë të paanshëm në të gjithë procesin hetimor, për shkak se është shansi i fundit dhe nuk duhet që krejt kjo revolt që ekziston tani të mos kanalizohet në kërkesat të drejta për ndryshime edhe në sistemin gjyqësor. Kështu që ne do të kërkojmë hetim të paanshëm, do të kërkojmë edhe një departizim të gjithë ndikimit partijak që është në këshillin në pjesën e prokurorëve dhe gjykatësve. Kjo është minimumi që mund të kërkojmë në kujtim të gjitha viktimave që kanë humbur jetën për shkak të neglizhencës dhe korrupsionit në vend. Blendi Hodaj, të falemnderit për këtë lidhje në këtë program që vjen drejt përse drejti
nga televizioni Alsat pikërisht edhe një herë duke pas në fokus ngjarjen e tmerrshme që ndodhi në Koçan një javë përpara. Faleminderit. Faleminderit shumë Nazi. Pra, të dashur teleshikues, po vim në fund të këtij programi, ku sigurisht do ta përmbyllim duke theksuar atë çfarë thanë të ftuarit e sonte. Toni Ajkovski, gazetar nga Koçani, theksoi se nuk ka fare rëndësi nëse pushtetet ndryshojnë dhe nuk ndryshon ajo logjik që do të çonte në një funksionim të sistemit. Nëse kjo do ndodh, sigurisht do të shihet, por këtë e duan qytetarët që janë në Koçani dhe këtë e duan të gjithë qytetarët e tjerë. Psikologja Vala Adili përmendi një moment që ngjarje të tilla krijojnë empati të madhe dhe ndoshta edhe kthesa të mëdha shoqërore. Ndoshta do të shërbej pikërisht ky moment tragjik që shoqëria jonë të fokusohet dhe të respektojë secili prej nesh, por sidomos zyrtarët, rregullat dhe ligjet, dhe në fund Blendi Hodaj që shpreson se në fakt shoqërisë do t'i duhet një riset dhe mbase protestat pikërisht do të shtyjnë disi apo pushtetarët që të mund të krijojnë kushtet që më në fund sistemi, shteti dhe gjithçka të funksionojë ashtu siç duhet. Pa diskutim fokusi do të jetë tek pacientët. Nga ajo që njoftohemi është se 5 pacientë që janë të hospitalizuar janë ende dhe që janë jashtë vendit janë ende në gjendje kritike, të tjerët sigurisht janë në një gjendje më të mirë dhe ne ju dëshirojmë shërim të shpejtë. Programi 200 do të jetë sërish javën që vjen. Deri atëherë, mirupafshim.